Dihet që energjia elektrike është shumë e nevojshme për mu kry shumë procese, po e patëm edhe një deklaratë të ministrës Rizvan Ulli që ta po përdoret për me kriju drogë. Si gazetar, si e komenton këtë deklaratë? Deklaratë absurde, deklaratë pa mosën, pa kuptim, në fakt, sepse nësa aje e din që po prodhohet drogë, pëse nuk veçën sfeqlen atje me pancer, me arrestu, ata që po prodhohet drogë. Pro, është deklaratë e pa kuptim, nuk po din që shme arsyetu mo këtë fa ngritje, sepse realisht një bo 3 ngritje të shmimeve brenda 4 vjeçarit të qeverisë e Zotit Kurti, dhe kje e fundit mo nuk po dina si mi dhonë drejtim, si me arsyetu. Ma dja dhe videolojrat janë përmand më herët, kështu që ka pas deklaratat të ndryshme, po që spërkojnë asgjë me zhvillimin e fundit të shamu. Po gjustika një tërmë central duhet. E pas me nëzbusën kom të gjuhë për krypto e për këto tjera që jënë pak. Ka zhvillime, qëto deklarat ka diçka të rejtë. A ka në pushtet me premtimin që ka më ullë çmimin energjisë elektrike, sepse ka thonë aflajnë ambisen gjënë. Realisht, nëse ullet çmimi i energjisë elektrike, ullet edhe çmimi i shumë produkte tjera, që është buka. Normalisht. Prandaj pyeta prekën edhe sektor tjerë, se tash ka normal edhe brenga prej bizneseve, kanë më rritë edhe çmime. Ka ngritja e çmimeve në për disa zona, për çmimi i bukës e i disa produkte. Dhe më thonë, këna arrit një nivel ku 1 kilogram speca shitet 5 euro. A kupton, edhe është këgja problematike kjo, dhe më thonë, ka orë me premtimin e ulljet çmime të qumshtit, e krejt ato i ka përmen me radhë, ndërsa tash mo të fundi qeverisë kemi po vetëm ngritje, asni lirim, asni zbritje e çmimeve nuk ka ndodhë për gjatë 4 vite. Edhe këta shte do të me gjithë, fillim e ka pas gjithë gjestika të hargjojnë shumë energji elektrike, ta shte fabrikat e drogës, nëse zonja Rizvan Ulli e din ku janë ato fabrika drogës, sepse besoj që ajo dihet ku po shkon energjia ma shumë. Profesori na i ka dhënë ma mirë, nëse mund me monitoru ka po shpenzohet cilat zona po shkon energjia pak ma shumë. Po një ditë e po shumë në kjo edhe me arsyetu edhe humbjet e kecit që i ka në rjet, merke përsi për përgjithsin e kompenzimi domit kecit. Kecit dina që kur ka orë me një projekt për investim në rjetin e energjisë elektrike, nuk është monitoru dorën zemër kur, asë një herë, prej kur ka orë, dhe mësat nuk është monitoru investimi t'yne, a e kam bo ajo, po nuk është përgjithësia qeverisë mi marë përsi për humbjet e kecit.